يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد të gjitha falënderimet e vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Të gjitha salavatet dhe selamet tona gjoshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Mbi të gjithë familjen e tij, të gjithë shokët e tij dhe të gjithë besimtarët të cilët shkojnë sipas udhëzimit të tij. Të ndarshëm besimtarë, me të vërtetë vepra e njeriut është çështja vetëm me të cilën ai do të shoqërohet, me të cilën do të shoqërohet pas vdekjes së tij. Është çështja vetëm e cila mundet me ndihmë të Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa asgjë tjetër nuk do të mundet të ndihmojë atij. Në një hadith të tij pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, me të vërtetë në ditën e gjykimit të gjithë juve Allahu subhanahu wa taala do t'ju drejtohet me fjalë, pa pasur ndërmjetësues mes jush dhe mes tij. Pastaj thotë çdo njeri prej jush do të shikojë në anën e djathtë të tij dhe nuk do të shoh asgjë tjetër përveç veprave të tij. E pastaj do të shikojë në anën e majt dhe nuk do të shoh asgjë tjetër përveç veprave të tij. Ndërsa kur do të shoh përpara tij, nuk do të shoh asgjë tjetër përveç djalit të xhehenamit. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse keni mundësi, atëherë për shkak të veprave të juaja, qofni me vepra të thjeshtë, shkaktojeni pengesën mes jush dhe mes xhehenamit. Pra e shohim se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, jo me të vërtetë duhet të shkaktoni uroj mes jush dhe me dënimet e Allahut për shkak të veprave të juaja. Pra pastaj në hadithin e tij tjetër thotë duhet të shkaktoni uroj mes jush edhe me dënimet e Allahut, qoftë me gjysmë hurme. Pastaj ku është çështja nëse ai person i cili ka punuar vepra të mira më tepër se sa që është të jap sadak një gjysmë hurme. Pra në bazë të këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e shohim se sa është e nevojshme vepra e mirë për personin. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në Kur'an thotë: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Me të vërtetë ai person i cili ka vepruar në vepër të mirë, qoftë edhe sa një grimc, vetëm atë do ta shoh. Dhe me të vërtetë ai person i cili ka punuar vepra të këqija, qoftë edhe sa një grimc, vetëm atë do ta shoh dhe do ta gjej. Pastaj Allah subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Me të vërtetë veprat e mira janë ato të cilat i fshin ato të këqijat. Në bazë të këtyre ajeteve, në bazë të këtyre fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra e shohim se sa është e nevojshme që besimtari të ketë vepra të mira. Pastaj nëse ja shtojmë faktin se Allahu subhanahu wa taala na ka mëshiruar duke veçuar kohë të veçanta, duke veçuar ibadete të veçanta, që me pa vepra të mira besimtari të arrijë shumë. Me të vërtetë koha të cilën e presim pas pak ditësh,
Pra janë ditët e haxhit, të cilat fillojnë nga dita e mërkurë e ardhshme. Por këto ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë në hadithin e tij, me të vërtet asnjë vepër e mirë nuk mundet me qenë më e dashur te Allahu se sa ato vepra të cilat veprohen në këto 10 ditë. Pra në këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam e shohim se Allahu fuqiplot me të vërtet na ka mëshiruar edhe na ka jap mundësinë që me pak të arrijm shumë. Pra e shohim se në këto 10 ditë me të vërtet çdo vepër që besimtari e bën, ai do të jetë më e dashur te Allahu se sa vepra që i bën ditë të tjera. Për këtë arsye, të gjithë duhet të përvishën, të gjithë duhet të përkushtohen në ibadet, sepse me të vërtet çdo kush ka nevojë për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Çdo kush ka nevojë për mëshirën e Allahut. Çdo kush ka nevojë për sevapet e Allahut. Mirë po me të vërtet ato nuk mund të arrihen ndryshe vetëm se për shkak të veprave të mira. Dhe Allahu fuqiplot me mëshirën e tij ka zgjedhur ditë të caktuara, edhe ka zgjedhur kohë të caktuara, edhe ka zgjedhur ende të caktuara nëpërmjet të cilave besimtarët të arrijnë shpërbimet e tij. Me të vërtetë koha e haxhit është duke u afruar. Edhe për shkak të kësaj mirësie, Allahu subhanahu wa taala e ka shtuar mirësinë e veprave të mira. Ne e shohim në bazë të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam se Allahu i ka zgjedhur vepra të caktuara të cilat i do. Edhe i thot një sahabiu, për shkak se ai e pyet thotë dërguari i Allahut, më tregon se cila vepër është më e dashur te Allahu. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i përgjigjet, thotë vepra më e dashur te Allahu është namazi në kohën e tij. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur virtyte të mira të besimtarëve, të cilat i do ato, edhe për të cilat virtyte ai shpërblen besimtarët e tij. Në hadithin e tij pejgamberi alayhi salatu wasallam i drejtohet një shokut të tij, edhe i thot me të vërtet i ke dy cilësi të mira, të cilat i do Allahu. Thotë ke maturin, edhe je person i cili nuk ngutesh, edhe je person i cili i but me të tjerat. Po pastaj ne e shohim se Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur momente të caktuara, të cilat i do ato, edhe besimtarët i shpërblen nëse ata kanë mundësi edhe shkojnë i vizitojnë ato vende. Siç janë vendet e haxhit, siç është Mekka, siç është Medinaja. Për këtë arsye pra Allahu subhanahu wa taala i shpërblen haxhit në këtë formë, sikur se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili arrin me kry haxhin ashtu si duhet. Me të vërtet do të kthehet për haxhit të tij që do t'i falen të gjitha mëkatet ashtu siç ka lindur pa mëkate fare. Prandaj të ndrohet vllazën. Le të jetë kjo një porosi. Për porosive të cilat na ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e cila me të vërtet do të na motivoj që të shtojmë vepra të mira në këtë ditë. Pra këtë ditë fillon nga mërkura e ardhshme. Dhe besimtari duhet të shtojë namazet e tij nafile. Dhe besimtari duhet të shtojë brenda mundësive agjërimin e tij. Dhe besimtari duhet të shtojë sadakën e tij. Dhe besimtari duhet të lexojë leximin e Kuranit, sepse me të vërtetë këto vepra nuk llogariten dhe nuk konsiderohen as me vlerë se sa që konsiderohen në këto 10 ditë. E lutim Allahu subhanahu wa taala që të na jap sukses. Edhe lutim Allahu subhanahu wa taala që të jap sukses të gjithë haxhive, që të shkojnë ta kryejnë haxhin ashtu si duhet, edhe të kthehen me haxh të pranuar. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Pra vetëm se po e shohim si stam se është afruar koha e haxhit, me të vërtetë kjo është një kohë ku kryhet për shtyllave kryesore të Islamit. Ku kryhet një për shtyllave të Islamit, të gjithë muslimanët nga gjithë rrugët e kësaj do të takohen në vende të shenjta, të cilat i ka shenjtruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon për madhështinë e Islamit. Dhe kjo tregon se Islami synon që të bashkojë të gjithë njerëzimin pa dallimin mes tyre. Ne shohim se miliona haxhi shkojnë në të njëjtën kohë,
shkojnë me të njëjtën veshje, shkojnë me të njëjtën ibadete, shkojnë me të njëjtat lutje. Edhe këto e shohim se Islami si ka arritur që ta bashkojë të gjithë njerëzimin pa pas dallimin mes tyre. Edhe këto e shohim pra mirësinë e Islamit. Se me të vërtetë, sikur se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Me të vërtetë, personi i cili ka pozitë më të madhe te Allahu është ai i cili ka frikë Allahun më së shumti. Pra te Allahu subhanahu wa taala nuk mundet me arrit me diçka tjetër. Te Allahu nuk mundet me arrit për shkak të përjardhjes së tij. Nuk mundet me arrit njeriu për shkak të pamjes së tij. Nuk mundet me arrit për shkak të pasurisë së tij. Mirë po te Allahu subhanahu wa taala arrin vetëm me devotshmëri. Te Allahu subhanahu wa taala arrin vetëm me besimin e pastër të Islamit. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على من يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة